Maj viti 2025 sjell me vete një sër mundësish dhe ndryshimesh që ndikojnë të gjitha shenjat e horoskopit. Sa kaq, sipas astrologëve, yjet do të favorizojnë gjatë gjithë këtij muaji më së shumti një shenjë të horoskopit. Bëhet fjalë për binjakët. Nëse i përkisni kësaj shenje të zodiakut, atëherë përgatituni për një periudhë plot mundësi dhe zhvillime pozitive, qoftë kjo për karrierën, jetën personale apo edhe për shëndetin tuaj. Ndikimi i Marsit e bën këtë periudhë ideale për veprim, fillime të reja dhe në përgjithësi për këto që dëshiron të bëjnë ndryshime personale dhe profesionale. Binjakët janë gjithashtu të njohur për aftësitë e tyre të komunikimit, gatishmërinë për të mësuar dhe marrëdhëniet e këndshme shoqërore. Ky muaj është ideal për ata që duan të bëjnë një ndryshim në punë dhe në jetën e tyre personale. Pra, nëse përkërkoni kohë për të bërë lëvizje të guximshme ose për të marrë një rrezik për diçka të re, atëherë maji i vitit 2025 është mundësia perfekte. Shfrytëzoni këtë muaj për të bërë hapet e para në punë të reja, për të filluar projekte të reja ose për të provuar të ndryshoni diçka në jetën tuaj të përditshme.